Sot ndodhemi në zonën e plazhit, jemi në katin e 6 të një pallati me ascensor, buz me rrugën kryesore, diku përballë me kompleksin Florida, pra në zonën e Ilirias në plazh, dhe jemi këtu për t'ju njohur me këtë super apartamentin, i cili është i tipologjisë 2+1 konvertuar në 3+1. Siç e shikoni, ambienti nuk ka nevojë fare për koment, bëhet fjalë për një investim goxha i menduar mirë dhe shumë cilësor me arkitekt. Atëherë, vazhdojmë më tej tek dhomat e gjumit. Kjo është njëra prej tyre. Të gjitha janë të mobiluara. Kjo është dhoma tjetër e cila është përfituar si pasojë investimit në apartament, tualeti kryesor i apartamentit. Ndërsa më tej kemi dhomën tjetër të gjumit, e cila është një dhomë çifti. Dhe ka edhe një dalje në verandën e apartamentit. Po ashtu edhe dhoma ndenjës ka dalje në këtë super verandën që ofron edhe pak pamje nga deti dhe me ndriçim natyral gjatë gjithë ditës. Atëherë, bëhet fjalë për një apartament me sipërfaqe 116 metra katror totale së bashku me ambientin e përbashkët ose 106 metra katror të brendshme në certifikat dhe është në shitje për një çmim në gjendjen siç është në video 163.000 euro. Për gjithë ju që interesoni për një apartament të tillë në zonën e plazhit me pamje nga deti, mos hezitoni të na kontaktoni. Faleminderit.